kaluar. Ditë më parë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar se mishi i bardhë i pulës që tregtohet në Kosovë është i sigurt për konsum dhe i plotson kriteret ligjore për tregtim. AUVI ka njoftuar se janë kryer hetime pas dyshimeve se mishi i pulës me origjinë nga Brazili ishte rezultuar pozitiv me salmonellë. Për këto, por edhe çështje të tjera për sigurinë e ushqimit dhe prodhimit, bisedojmë me Lamir Thaqin, zëdhënës i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Por fillimisht lajmet kryesore të ditës dhe këta janë titujt kryesor. Zërreja arrit çmimin e rrymës për 16% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Qytetarët protestojnë kundër vendimit, paralajmërojnë pa dije protesta të tjera. Presidenti Osmani takon për herë të parë presidentin e Sirisë Ahmed al-Shara gjatë qëndrimit në Turqi, thot se po hapen kapituj të ri bashkëpunimi. PDK-ja s'ka pranuar ftesë nga Kurti për takim. Kreu i saj Memli Krasniqi thot se janë në kontakte me partitë e tjera në rast se vetëvendosje dështon ta formojë qeverinë. Aleatët perëndimor zotohen për ndihmë 21 miliard euro për Ukrainën. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka takuar për të parën herë presidentin e Sirisë Ahmed al-Shara në Turqi, ku po merr pjesë në forumin e diplomacisë në Antalya. Osmani ka thënë se ky takim i parë me presidentin sirian hap kapituj të rinj bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve. Populli i Kosovës dhe populli i Sirisë kanë përjetuar vuajtje të panumërta nga regjime diktatoriale e gjenocidale në luftën e tyre për të qenë të lirë. Sot me presidentin e Sirisë së lirë, zotri Ahmed al-Shara, kishim takimin ton të parë për ta hapur kapituj të rinj bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve tona. Kosova dhe Siria ndajnë plagë të njëjta, dhimbjen e luftës, shpërnguljen e sfidat e rindërtimit. Ndaj Kosova është e gatshme ta ndajë përvojën e saj në ndërtimin e institucioneve demokratike, ka shkruar Osmani në Facebook. Presidentja e Kosovës gjithashtu është takuar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ajo tha se Turqia është dhe do të mbetet partnere e rëndësishme e Kosovës për paqen, sigurinë dhe zhvillimin rajonal. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka deklaruar se deri tani nuk kanë pranuar asnjë ftesë nga lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për ndonjë takim në lidhje me konsultat për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, ai ka deklaruar se po presin që kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti të provojë ta themelojë qeverinë e re si parti e parë e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. E pas kësaj, nëse Kurti dështon ta formojë qeverinë, ai ka shtuar se PDK-ja është e gatshme. Krasniqi ka thënë se PDK-ja do të arrijë ta formojë qeverinë nëse nuk e bën vetëvendosje dhe se këtë do ta bënte pavarësisht çfarëdo kërkesash të partive të tjera. Vetëvendosjes së fundmi ka pranuar se nuk do të jetë në gjendje ta formojë qeverinë vetëm me pakicat jo serbe, të cilat kanë 10 deputet, ndërsa kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku e refuzoi takimin ditë më parë. Seanca konstituive për përbërjen e re parlamentare do të mbahet më 15 prill dhe ky është hapi i parë drejt formimit të institucioneve të reja. Nuk është mbajtur seanca shqyrtimit kryesor ndaj ish-gardianit Gavrilo Milosavljević, me që ka munguar një dëshmitar i propozuar nga mbrojtja e tij. Prokuroria insiston se në procesin gjyqësor është vërtetuar se Milosavljević në bashkëkryer me gardianët e tjerë serb kanë kryer vrasje masive në burgun e Dubravës. Është shtyrë seanca e shqyrtimit kryesor për të akuzuarin për krime lufte Gavrilo Milosavljević, shkaku i mungesës së dëshmitarit Binak Bujupaj i propozuar nga mbrojtja e të akuzuarit. Sipas aktakuzës, në majtën 1999, Milosavljević në bashkëkryerje me gardian të tjerë serb kanë kryer vrasje masive në burgun e Dubravës. Mosprezencën e dëshmitarit Bujupaj në sallën e gjykimit e ka njoftuar kryetari i trupit gjykues Vesel Ismaili. Koji je bio pozvan i za jučerašnju raspravu, ali isti. Stoga sud ne posjeduje dokaze da je primio poziv.
E për këtë, avokati Dejan Vasiq, i cili emëron të akuzuarin, ka kërkuar që seanca të shtyhet. Unë jam munduar, më besoni, Da stupim u kontakt s ovim që të svedom. kontaktoj me këtë dëshmitar, e për seancën e sotme nuk kam pasur sukses, Zamolio bih dhe do t'ju lus, po ju lus, da današnji pretres odložimo, që shqyrtimin e sotëm ta shtyjim, a ja ću se u vrlo kratkom roku sa unë në një afat shumë të shkurt, obratiti sudu do sa, t'i drejtohem gjykatës, ako je moguće, brojem telefona ovog nëse svedoka, është e mundur me telefon. Avokati Vasiq propozoi dëgjimin edhe të një dëshmitari tjetër, Aslan Visoqi. Sipas tij, familja Visoqi ka pasur mosmarrveshje me familjen e Milosavljeviqit para luftës dhe sa ai nuk është hakmar në luftë. Avokati Vasiq tha se i ka ofruar prova prokurorisë, por që nuk ja ka dorëzuar gjykatës. E prokurori special Ilir Morina nuk e kundërshtoi propozimin, por tha se provat janë jo relevante për procesin gjyqësor. Faktiskt så är det stor avtackning. Som så att kërkesa do Ne znači da Nuk i kemi konsideruar se nismo ih smatrali da, janë prova nismo ih smatrali da su të dokazi cilat koji kanë të bëjnë imaju veze sa me objektin e objektom Sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Speciale, i pandehuri Milosavljeviq, më 22 maj të 1999 ka marrë pjesë në vrasjen e 109 të burgosurve në Dubrav dhe në plagosjen e 108 të tjerëve. Mesatarisht 16.1% do të paguajnë më shtrejnë qytetarët për energjinë elektrike të cilën e shpenzojnë. Përfaqësues të ZRE-s, të cilët përgjatë 4 vjetëve 3 herë kanë shtrejtuar energjinë, kanë justifikuar vendimin dhe nuk kanë marrë përbazë komentet e konsumatorëve dhe as të presidencës. Nga 1 maj, faturat e energjisë do të rriten mesatarisht për 16.1%. Vendimin e ka marrë zyra e rregullatorit për energji, e cila ka shpërfillur komentet e konsumatorëve edhe të presidencës, që kërkuan të mos ketë rritje dhe ndrojën se kjo do të nxjisë një valë të re inflacioni. E struktura e re tarifore është paralajmëruar të miratohet javën e ardhshme, kur pritet të qartësohet edhe sa blok tarifa do të ketë dhe sa do të jetë çmimi për tarifën më të lartë dhe për atë më të ulët. Gjatë mbledhjes së bordit të ZRE-s nuk u tregua se sa do të jetë rritja e çmimit të rrymës, por u publikuan vetëm shifrat të hyrave maksimale, e që janë më të larta se më 2024. Kryesuesi i bordit të ZRE-s, Ymer Fejzullahu, u krenua se pas vlerësimeve nga stafi është arritur të zbriten të hyrat e lejuara për këta operator. Do të është mirë me kontentu që kërkesa e OSSH-s, këtë rast kërkesa e kesit ka qenë dikon rreth për 214 milion euro, mirë po pas vlerësimit nga ana ZRE-s, kjo vlerë ose kjo kërkesë është zbrit nga 214 milion euro në 180 milion euro pas shqyrtimit nga ana stafit në raportin konsultativ dhe pas përgjigjen komentës si version final. Kërkesa ka qenë dikon rreth 447 milion euro, mirë po pas vlerësimit të stafit. Në këtë proces kemi orë në vlerën prej 435 milion euro. Edhe drejtori menaxhuesi i ZRE-s, Petrit Pepaj, ka justifikuar rritjen duke listuar 4 shkaktar me ndikim në rritjen e kostës së shërbimeve të energjisë elektrike. Janë ndryshimet në kostet të blerjeve të energjisë elektrike nga furnizuesi me shërbim universal, ndryshimet në kostet të blerjes të energjisë nga operatori i sistemit të shpërndarjes, parashikimi i çmimeve të energjisë nga i porti për vitin 2025 dhe parashikimit për kostet e shërbimeve ndihmëse për operatorin e sistemit të transmetimit. Do duhet ta theksojmë se në vlerësimet për vitin 2025 është parashikuar edhe import, duke ditë edhe duke pas parasysh që njësitë gjeneruese janë në planifikim të mirëmbajtjes. Pas miratimit të hyrave, bordi i ZRE-s ka kërkuar nga gazetarët ta lirojnë sallën për të vazhduar me shqyrtim të ankesave të konsumatorëve. Gazetarët nuk u lejuan të shtrojnë as pyetje pavarësisht insistimit. Nuk ka çdo pyetje që keni mundi me tërgu me shkrip, unë i përgjigj Shalu gjitha media me na mirë kuptuar me qenë se për shkak të privatësisë kaloj në seancë të mbyllur dhe vazhdoj me pika tjera. ZRE-ja fillimisht ka propozuar që rritja të jetë 15%, por përqindja u ngrit të premten.
Ndërkaq për gjatë 4 vjetëve dhe 2 herë të tjera energjia është shtrenjtuar.